Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Monitor TV, për të nisur maratonën ditën e sotme të komentimeve. Do të nisim në fakt një ditë shumë të bukur, do të nisim një ditë pozitive, do të nisim një ditë me dinamik të mirë, me lajme që ditën e djeshme na kanë surprizuar dhe njëkohësisht na kanë emocionuar të gjithëve. Do të flas pikërisht për çiftin Briteo. Çifti Briteo, një nga çiftet më të dashura të publikut shqiptar, që në momentin kur mbërtheu audiencën shqiptare me dashurinë e tyre, natën e mbrëmshme sikur e kthyen shpresën tek publiku se çdo gjë po bëhet e bukur, çdo gjë po bëhet fantastike në marrëdhënien e tyre. Shumë amendsime, shumë aludime të ndryshme ka patur në fakt që nga një fotografi me një zemër të thyer e postuar nga Brikena Selmani javë më parë, unë kam qenë shumë skeptik rreth kësaj marrëdhënie. Kam qenë me një pikpyetje shumë të madhe rreth kësaj marrëdhënie. A janë të ndarë vërtet Brikena dhe Mateo, apo e gjitha kjo gjëja ndodhen për një X faktor të tyre? Ka patur mendime të ndryshme që ndarjen Brikena dhe Mateo mund ta kenë bërë për klikime televizive, për marketing. Domethënë janë strategji që ne i kemi parë më herët. Unë të paktën këto strategjira i kanë folur gjatë gjithë verës së kaluar. Por përsëri, unë e kam thënë që duke njohur natyrën e Brikenës dhe duke njohur tipin e Mateos, nuk mund të ekzistojë një gjë e tillë. Nëse unë do ta përkufizoja Brikenën dhe marrëdhënien e Brikenës, unë do ta përkufizoja me një fjalë: vajzë e shpejtuar. Unë mendoj që Brikena është vajzë shumë e shpejtuar, ndoshta merr vendime të prera në mendjen e saj për një kohë të caktuar i duken të prera, dhe më pas e kupton që vendimin të cilin e ka marrur plotësisht gabim dhe mundohet që të reflekton në vete, nuk është që nuk reflekton, por rikthimin e ka shumë të avashtë. Domethënë, unë reflektimin të Brikena, atë emocionin për Mateon, ndjesin për Mateon, unë e pash që në natën e parë kur startoi kjo Top Arena. Domethënë, unë pash një shpresë te ky çift që realisht e ndjeja që nuk është një shpresë e humbur, e ndjeja që nuk është një shpresë e lënë pezull apo e lënë në gjysmë, Domethënë, është një ndjesi e cila do vazhdon, do dashurohen dhe do t'jenë pranë njëri tjetrit edhe në ditët në vazhdim. Unë personalisht, si Tiron, unë shoh emocione, shoh dashuri, shoh ndjenjë tek Brikena dhe tek Mateo. Dhe me gjithë zemër po ua them, unë uroj dhe i lutem Zotit që këto të dy të jenë bashkë, sepse janë aq çift i bukur, sa që dashurinë e tyre, atë energjinë e bukur që ka dashuria, këto e transmetojnë në dimensione të ndryshme dhe të gjitha këto dimensionet i përfshin të gjithë njerëzit të cilët duan të jenë pjesë të storieve të tilla. Nëse do të rikthehem në videot e mëhershme, se çfarë kam thënë unë që kur ka filluar Top Arena dhe ato të cilët janë ndjekës të mi të rregullt, e din shumë bukur që unë kam thënë që do të vi momenti që Mateo mund të hedhën edhe një hap pak më të rëndësishëm rreth pajtimit të tyre, domethënë nga një zëng, sepse nuk është idhërim. Është një zëng që ka kaluar në idhërim, unë kështu e shoh, në një propozim pak më serioz. Tani, Brikena po të mos dëshironte mbrëm që të vallëzon me Mateon, Brikena më së shumti klikime do t'i kishte dhënë Top Channelit në qoftë se do t'ia kthente negativisht, në qoftë se nuk do ta pranonte, do t'ishte një temë më e gjatë, do ta ofendonin, Brikena e pist, Brikena e gënjeu Mateon, Brikena e malltretoi Mateon, shi ç'a i bëri, dhe aty Top Channeli do fitonte më shumë. Sesa nga fakti
që Brikena pranoi menjëherë që të jetë në krahët e Mateos, që t'i dhuroj emocionin edhe t'i dhuroj, domethënë, atë energjinë e bukur të dashurisë apo përqafimit Mateos. Unë mendoj që Mateo është shumë shpejt, duke njohur edhe natyrën e tij të mashkullit që është mashkull shumë romantik. Mendoj që shumë shpejt do të bën një lëvizje interesante në marrëdhënie me Brikenën, do t'i dhuron dashuri, do t'i dhuron emocion, do t'i dhuron ngrohtësi shpirtërore dhe mendoj që propozimi do t'jetë hapi i radhës që Mateo do të bëjë në Top Arena. Andaj po them, domethënë, janë rikthyer ato ditët e Big Brotherit, është një bumerang që ne po shohim, fillimet e Mateos, lodhjet e Mateos, ndjesitë që Mateo kishte për Brikenën, emocionet e Mateos për Brikenën që, domethënë, e bën Mateon që të nxjerrën një anë të vetën që ndoshta nuk e kishte treguar më herët dhe këtë treguan dhe familja e tij, por gjithsesi mua më pëlqen një gjë që domethënë problem familjar nuk ka në këtë mes, ashtu siç përfliteshte, se po të kishte problem familjar me patjetër që gjëja nuk do të mund të vazhdonte, domethënë do të mbylleshte aty, do të izoloheshte aty, por këtu unë shoh emocion, shoh një dritë, shoh një pasion, shoh një rrugtim të bukur dashurie, që realisht unë dua që ta përjetoj. Unë dua ta përjetoj me të gjitha dimensionet që do na jep ky çift. Unë i besoj sinqeritetit të marrëdhënies së tyre, i besoj afrimitetit të tyre, edhe pse në fakt kanë dalur ca fotografi që Mateo dhe Brikena kanë ngrënë drek, është më se normale që ato të hanë drek, sepse kanë dashur që të sqarojnë veten e tyre, por gjithsesi, nga burimet e brëmshme, këto unë do ta komentoj në një video tjetër, kemi arritur të kuptojmë që domethënë komunikimi mes tyre ka ekzistuar. Nuk është që nuk ka patur fare komunikim, po thjesht domethënë çifti ka vendosur që për një zënk të tyre të mbyll atë kapitullin e dashurisë. A do ta propozoj Mateo Brikenën? Unë mendoj që po, do ta propozoj, sepse në këtë rrugë janë duke shkuar, ato të dy kishin nevojë për njëri tjetrin, dy të dashuruar, sado që të grinden, sado që të kalojnë keq, sado që të japin më të keqen e njëri tjetrit, përsëri dashurohen. Edhe nuk mund të jetojnë pa njëri tjetrin. Mund të qëndrojnë pa njëri tjetrin për një kohë, mund ta mendojnë njëri tjetrin shumë, por nuk munden ta vazhdojnë jetën dhe të jetojnë pa njëri tjetrin. Dhe unë këtu shoh një dritë, shoh një shpresë dhe shoh një Mateo që vërtet i dhuron, ditë i dhuron dhe krijon emocione të forta dhe shumë të bukura me Brikenën e tij të dashur.